Është edhe çështja që ti disi të qëndrosh e pa prekur kur njerëzit të fyen dhe shajnë. Se nuk i dilet jetës gjithmonë me shpatë përpara. Po, momentin që më prek mua, po. Prandaj. Momentin që më prek mua, po. Nuk lejoj asnjë nga ignoranca e këtyre të më preki mua, ta them realisht. Po mos e lejo. Ta them realisht, me ligësinë që ajo e përcjell këtu, nuk e lejoj të më O preki Nikol, mua. mos e lejo. Ajo është e litë me së temi tani, sinqerisht. Të flasim ne një ditë të tërë këtu për femra dhe ajo të sillet ashtu, e të thotë mua aty nuk të... E di sa më. E di sa, okay. Come on. Unë të super kuptoj. Thjesht, ky lloj mjedisi dhe ky lloj formati është i tillë, është super i rëndë. Dhe nuk do dali njëri nga shtëpia këtu se ka këtë lloj qasje. Se kryesisht nuk ndodh. Ne nuk e shoh Big Brotherin sot për herë të parë. Nuk është se duhet ju këtu për të kuptuar se funksionon formati. Është një format që është agresiv, është garë e vështirë. Dhe ti ke gjithë forcën e botës për të dalë ballë kësaj gjës. Ama